Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një çomlek me mish viçi dhe qepujka në furrë. Për këtë tavë kam 500 gram mish viçi tul, 500 gram i kam qepujka të qëruara dhe të pastruara dhe të lara, kam 4 thelpinj me hudhra, kam 2 speca jeshile, 1 spec të kuq, kam 300 gram salcë, krip, piper, speci kuq pluhur, jo pikant, vaj ulliri, kam 3 gjethe dafine dhe një gotë me ujë. Përbërësit janë këto dhe si fillim normalisht duhet të pastrojmë qepujkat. I pastrojmë, i qerojmë nga lëkura dhe i lajmë, i pastrojmë. Po njësoj dhe me mishin, nëse ka pjesë lëkure apo djami, unë ja kam hequr, por gjithekush sipas mënyrës vetë si keni dëshirë ju ta gatuani. Kemi pastruar dhe mishin edhe kemi prerë në copa dhe gjëja tjetër që neve do bëjmë është të presim specat. Specat i kam pastruar, i kam hequr bishtin dhe fara dhe do t'i presim copa. Ndërsa për pjesën e hudhrave, nëse keni dëshirë hudhrën mund ta shtoni të plotë, ndajeni në sela të vogla, në pjesë të vogla, ndajeni në copa sipas dëshirës tuaj. Në përgjithësi çomleku bëhet vetëm me qep, po themi hudhra dhe këto erëzat, por edhe me speca i shkon shumë dhe i jep një shije goxha të veçantë, plus që kësaj here do ta bëj direkt në furrë, nuk është se do rrim të skuqim apo të kavordisim një herë sipër sobës dhe pastaj ta kalojmë në furrë. Por direkt i përgatisim gjitha gjërat dhe do t'i shtojmë në furrë. Edhe e shpejtë është, nuk është e lodhshme dhe mbi të gjitha do dali shumë e shijshme. Atëherë kam prerë specat. Nëse nuk keni dëshirë specën e kuqe, mund ta zëvendësoni komplet me jeshile ose e kundërta, sipas dëshirës tuaj. Atëherë, si fillim do bëj përzierjen një herë të gjitha përbërësve tek një tas dhe pastaj do t'i shtoj në tavë. Kemi shtuar specat, do shtojmë qepujkat. Te qepujkat do shtoj mishin. Kemi shtuar edhe mishin dhe do shtoj hudhrat. Atëherë siç thash, nëse keni dëshirë mund ta shtoni në copa, nëse doni mund t'i grimconi të vogla, ndajeni sipas dëshirës tuaj. E rëndësishme është që të ketë hudhra sepse i jep goxha shije. Normalisht që çomleku do hudhër. O shtojmë gjethet e dafinës. Nëse nuk e keni shumë qejf dafinën, shtoni vetëm një gjethe, sepse i shkon goxha shumë edhe çomlekut i shtojmë gjithmonë dafinë. Do shtoj kripën. Do shtoj piperin. Është speci kuq, pluhur, por jo pikant, por nëse ju pëlqen pikantja, mund ta shtoni dhe do shtoj salcën e domates. Do bëj një përzierje kështu dhe pastaj do t'i shtojmë ujë te gota që kishim salcën, që të përzihet mirë e gjitha, por atë do t'ja shtojmë tek tava. Do t'i bëjmë një përzierje. Edhe erëzat të përhapen mirë gjithandej. Vajin e ullirit do t'a shtojmë në fund fare, i kemi shtuar gjitha tek tava. Ujin edhe vajin e ullirit të shtojmë në fund fare. Jemi siguruar që kemi përzierë shumë mirë, të marrim tavën
Përdorni çdo lloj tave për të bënë çomlekun tuaj. Çdo lloj tave që ju pëlqen ose juve gatuani në shtëpitë tuaja. Do t'i përhapi mirë të gjithë përbërësit. Shpërndajmë pak gjethet e dafinës, mos t'i lëmë të gjitha në një vend. Atëherë ujë, do shplajmë edhe gotën që kishim salcën. Edhe tasin që bërëm për zirje, sepse dhe erëzat mund të kenë ngel të tasi. Dhe ja shtojmë tavës tonë. I kemi shtuar edhe ujin, ka ngelur vetëm vaj. Doja që ta kthej me shishe, sepse na ikën dora pastaj edhe e teproj me vajin. Vaj ullirit me të vërtetë është shumë i mirë, por ama nuk duhet ta teprojmë. Atëherë kam shtuar 3 lugë gjelle me vaj ulliri. Dhe do fillojmë dhe do mbulojmë tavën. Atëherë, unë do përdor një letër pjekje, që e përdorim për të pjekur në furrë, dhe një letër alumin. Atëherë, e kemi mbyllur tavën tonë në këtë mënyrë. Do ta fusim në furrë, do ta pjekim në 190 gradë. Gjysmë orën e fundit që ne do shikojmë që e ka pirë ujin, po themi, është nga fundi për ta pirë, jo për ta që e ka pirë komplet. Ka arritur nga fundi, por shikojmë që dhe mishi është gatuar, nuk ka më nevojë. Nëse shikoni që mishi juaj nuk është gatuar, sepse ndoshta qëllon mund të jetë pak mishi i madh, po themi, ose janë copat një çik të mëdha, mos i bëni copat shumë të mëdha, copa normale, po themi, të vogla. Dhe mund të qelloj që mishi të dojë edhe pak. Atëherë shtoni edhe pak ujë dhe e shikoni. Por kur nëse shikoni që ka përfunduar, është pjekur, është gati, hiqini letrën dhe atë gjysmë orë ose 20 minutë që në fundit lëreni që të marrë mirë faqe. Tham në 190 gradë dhe do ta lëmë derisa të ketë pirë ujin dhe mishi të jetë pjekur dhe çdo gjë të jetë gati. Çomleku tim me qepujka dhe mishviçi në furrë ka përfunduar, del me të vërtetë super i shijshëm. Provoni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë, miq të dashur.